Mirëmbrëma të gjithëve, mirë se vini në Eurovizionin e pasdites. Jemi në këtë transmetim të ditës së sotme për të qëndruar së bashku deri në orën 18:50 për të pritur miqtan. Do ta nisim me një vajzë e cila është vetëm 13 vjeç, por ato që janë kompeticionet muzikore kanë nxjerr në pa talentin që ajo ka në muzikë. Bëhet fjalë për Dalina Haxhiu, një vajzë e cila në fakt vjen nga Prishtina, e ka nisur që në moshën 6 vjeçare rrugën e muzikës, ka qenë po ashtu e përqendruar në piano dhe së fundmi në një nga kompeticionet më të rëndësishme të zhvilluar, ajo ka arritur që të shkëlqej duke tërhequr vëmendjen, madje duke u bërë edhe shumë virale me një nga këngët e Lady Gaga. Ne do të kemi mundësinë ta njohim më shumë, kemi përgatitur një material ndërsa unë e mirëpres në studio. Me dëshirën për të kënduar dhe zërin e bukur, Dalina Haxhiu, vajza e talentuar 13 vjeçare me origjinë nga Prishtina, më gjepsi në kompeticionin për fëmijë të rinj Pop Talent Fest. Magjia e zërit të voglushes arriti të prek zemrat e të gjithë të pranishmëve e jo vetëm. Me zërin e saj të ëmbël, Dalina arriti të fitojë çmimin e parë për kategorinë e grup moshës së saj. Në këtë konkurs të zbulimit të talenteve të rinj, Dalina u paraqit me një prej këngëve të këngëtares së njohur, Lady Gaga. Mes shumë talenteve të rinj, Dalina spikati me këngë. Megjithatë, arti dhe dëshira për muzikën tek Dalina është kultivuar që në një moshë akoma më të vogël, që kur ajo ishte vetëm 6 vjeç. Ajo ka studiuar në shkollën e muzikës dhe gjithashtu ka mësuar edhe instrumentin e pianos. Një vajzë e vogël, por me dëshirën e madhe për të zhvilluar më tej talentin dhe ëndrat për të ardhmen. Dalina gjithashtu ka marrë pjesë edhe në shumë kompeticione të tjera, mes tyre kombëtare dhe ndërkombëtare, ku mund të përmendim konkursin për piano në Bosnjë, ku ka fituar çmimin e parë, në Maqedoni, ku ka fituar sërish çmimin e parë, në Shkodër çmimin e tretë, e së fundmi edhe çmimin e parë në Pop Talent Fest. Tashmë është mësuar me skena të mëdha e dritat e tyre që bien lehtë dhe ndriçojnë teksa ajo interpreton. Ndaj asgjë nuk është e vështirë për Dalinën, pasi me shumë punë dhe përpjekje, ajo është e sigurt që mund t'ja dalë. Por se çfarë planesh ka për të ardhmen, ende nuk e kemi zbuluar. Ndaj sot, Dalina vjen në vizionin e pasdites për të na treguar më shumë e për të zbuluar gjëra të reja. E vogël, por me një talent të madh, siç edhe e thashë në nisje të programit, Dalina është këtu me ne. Unë falenderoj shumë Dalina që erdhe nga Prishtina për vizionin e pasdites. Po e nisim nga ai momenti i parë kur ti fillove të këndoje. Unë besoj si çdo fëmijë, apo ishin prindrit ata që të shtynin pak që të këndoje? Jo, si çdo fëmijë këndoja në shtëpi. Tani kur i kum bo 6 vjet, kum fillu me shku një herë në kurs, një herë për piano. Tani jem regjistruar në shkollë të muzikës Prenk Jakova. Mësuesja e parë ka qenë Aida Xhikolli dhe tash vazhdoj me mësuesen Tigje Kastrati. Po ashtu jam në mësime me profesoreshën Leila Pula dhe tani kam filluar edhe të këndoj te mësuesja Deja Xhemali dhe do. Që ti e ke nisur me pianon fillimisht, jo me këngën, apo ja pavarësisht se këndoje po më thoja në shtëpi. Ishin prindrit ata që disi e zbuluan atë talentin tënd, të shtynin që të shkoje në kurs apo doje vetë? Jo. Si e kujton? Kum dashur vetë. Kur ke shkuar në kurs dhe ke filluar piano, se aty ke nisur, besoj ti nuk ishe piano në shtëpi. Jo. I kujton emocionet e para që kishe në piano, sa e lidhur ishe me atë instrument? Sot i ndan dot pianon nga kënga, kush të pëlqen më shumë? Nuk i ndajt. Janë të pandashme për ty. Ndaj edhe në skenë shpesh herë ti zgjedh që të performosh duke patur edhe pianon aty. Ne në materialin që ndoshëm sigurisht që treguam disa nga ato kompeticione që ty të kam bërë të ndihesh mirë, sepse ke marrë edhe çmime të shumta. Ty vetë kush të ka shijuar më shumë, kush të ka lënë më shumë breza? Se di, ndoshta në Maqedoni. Në Maqedoni. Pse në Maqedoni? Në Tetov. Se aty e kam marrë vendin e parë për herë të parë. Të ndjek familja, janë ata me ty në çdo hap? Kush është kritikuesi më i madh i yti? Babi. Babi. Çfarë të thot babi zakonisht?
Kërkon më shumë prej teje, Kërkon më shumë, besoj. Cila ka qenë skena e parë që ke ngjitur? Pasi fillove të mësoje pianon dhe më pas edhe të këndoje. Të kujtohet? Kur je ngjitur për herë të parë në skenë? Po, në 6 vjetë i kum pas në Ars Kosova, u konë hera e parë. Emocionet më të mëdha i ke ndjerë në Maqedonia, po ka skena të tjera që të kanë dhënë një lloj përgjegjësie, Dalina, dhe je ndjerë në sikletë. Nashta në herën e parë. Herën e parë kur je ngjitur aty. Çfarë të thonin prindrit kur zbrisjen ato herët e para nga skena edhe të duart trokisnin dhe ti kishe emocione? Më thëshin s'ka lidhje, qa marrë veç mirë që... Nuk ka rëndësi se çfarë çmimi merr, por rëndësi ka që ti t'jesh aty dhe të shprehësh talentin tënd. Megjithatë ti nuk ishte vetëm e rëndësishme pjesëmarrja, ti ke marrë gjithmonë çmime të shumta. E ke talent të trashëguar, mendon? Është dikush nga familja që këndon? Mendoj që po se nëna ka qenë në shkollë të muzikës. Sa i ngjan ti asaj, çfarë thot nëna? Paktën kur kujton ajo momentet që ishte në shkollën e muzikës. Se di se tani ajo do të më ndërprej për shkak të luftës. Ajo këndonte, besoj? Jo, me piano. Me piano ka qenë pjesë. Ishte një ëndër e saj që ti ta vazhdoje pianon, Dalina, apo më shumë ishte dëshira jote? E dyjave. E të dyjave. Shokët dhe shoqet e klasës çfarë thonë, sidomos kur shohin këto arritjet e tua? Gjithë thojnë me knu për ta, me knu në klasë. A e ke ti një pianista apo një këngëtare të preferuar që e ndjek, që të pëlqen kur e shikon? Ke një shembull, një idhull tëndin, një frymëzim? Jo. Nuk ke një frymëzim, do t'jesh ti gjithmonë ndoshta frymëzim edhe për ata që të shohin, ndoshta shokët apo shoqet e klasës. Mësuesit çfarë të thonë, cila mendojnë ata se shpika jote e fortë? A je ti një vajzë e cila gjithmonë mëson, apo thjesht talenti mendon që të ka sjell deri këtu? Talenti më ka sjell. Talenti është ai që të ka bërë që të kesh gjitha këto suksese të deri tanishme. Cila është ëndra më e madhe që ke në këtë pikë? Me gjitha këto çmime që ke marrë, që ne i treguam dhe në material, Dalina? Më jep në skenat më të mëdha, në skenat ndërkombëtare. A ka një shtet tek i cili do doje të kishe një skenë, apo kudo që ti ishte mjafton që ti të kesh mundësi të shprehësh talentin tënd në mbar botën, ë? Po. A ke plan për ndonjë këngë? Tani afër që mund të kesh një këngë tënde, është ende herët. Është ende herët. Unë uroj që ti të kesh sa më shumë suksese edhe ti jesh gjithmonë duke shkëlqyer siç ke bërë deri tani me këto kompeticione të shumta që ne kemi parë. Falenderoj shumë që ishe në Vizionin e Pasdites. Faleminderit. Ne do të shkojmë në këtë moment në një hapësirë publicitare, rikthehemi vetëm pas pak me një tjetër djalë i cili në fakt ka arritur ta shtrojë rrugën në politikë dhe konkretisht në Teksas, ku tashmë është nën kryetar bashkie. Vetëm pas pak.